kopshti magjik i koraleve, në thellësitë e detit blu, aty ku rrezet e diellit me zjarrinin shtrihej një vend i mrekullueshëm, që quhej kopshti i koraleve. Ishte një botë plot ngjyra, të kuqe si trëndafilat, të verdha si dielli dhe blu si qielli. Mes këtij kopshti jetonte një peshk i vogël me emrin Liri. Ai ishte shumë kurioz dhe i pëlqente të eksploronte çdo cep të detit. Sa i bukur është ky vend, thoshte ai çdo ditë. Një mëngjes, ndërsa po ndiqte një yll deti që shkëlqente, Liri u largua shumë nga shtëpia, aq shumë sa nuk e dinte më rrugën e kthimit, u ndal dhe filloi të dridhej. Kam humbur, përshpëriti me zë të ulët. Deti u bë i errët dhe i qetë. Liri ndjeu frikë për papritur. Koralet filluan të ndriçonin, ngjyrat e tyre u bën më të forta, sikur po i thoshin: mos ki frikë, ne jemi këtu. Drita e tyre krijoi një rrugë të butë dhe të ndritshme. Liri filloi ta ndiqte atë rrugë, duke kaluar nga një koral tek tjetri. Çdo hap e afronte më shumë drejt shtëpisë. Pas pak, ai pa familjen e tij që po e kërkonte. Liri, thirrën të gëzuar, ai u hodh drejt tyre i lumtur. Më ndihmuan koralet, tha ai me buzëqeshje, që nga ajo ditë, Liri nuk i pa më koralet thjesht si gur të bukur. Ai e kuptoi se ato ishin miq të heshtur, që ndihmonin këto në nevojë. Mesazhi i tregimit: edhe ata që janë të qetë dhe të heshtur mund të bëjnë gjëra të mëdha. Me mirësi dhe dashuri, secili prej nesh mund të bëhet dritë për të tjerët. Sepse ndonjëherë, drita më e bukur vjen nga zemrat më të qeta.